Nuk lën çdo lloj mjetesh ta përdor kundrejt Kosovës. Ndoshta nevoja imediate që duhet të ndërhyrë është çështja e rrjeteve sociale. Këto janë të rrezikshme sepse krijojnë panik, kryesisht te komuniteti serb. Realisht Aleksandar Vučići është prej atyre njerëzve që bashkë me propagandën serbe nuk lën çdo lloj mjetesh ta përdor kundrejt Kosovës. Ai e di mjaft mirë që Kosova është në forcimin e ushtrisë së saj në kuadër të NATO-s dhe vetë ka pasur deklarata nga NATO dhe SBA-ja që armatosja e Kosovës është ka bërë konform rregullave dhe deri në 2028 që është edhe planifikuar transformimi në ushtri operacionale. Por megjithatë ata e përdorin këtë çështje duke përfshirë edhe elementet e tjera që po ndodhin kohëve së fundit, si një lloj strategjie, si një lloj operacioni psikostrategjik që bën Vučići. Organet e sigurisë në Kosovë bashkë me gjitha institucionet tjera duhet të kenë një strategji e cila e ka parasysh se si funksionon Stratkomi ose strategjia e komunikimit të Serbisë dhe në këtë mënyrë duke pasur parasysh strategjinë e tyre atëherë të krijohet një lloj kundërstrategjie e cila në bashkëpunim me shoqërinë civile, media dhe po ashtu aktorët të cilët janë me interes në Kosovë ta mbajnë masën e paprekshme nga kjo lloj propagande dhe nga kjo lloj lufte hibride që është duke ndodhur. Ndoshta nevoja imediate që duhet të ndërhyrë është çështja e rrjeteve sociale dhe çështja e mediave ku shumë mediat e pa identifikuara, pa pronarë dhe po ashtu rrjete sociale të ndryshme, grupe të ndryshme janë duke manipuluar publikun dhe ne i kemi vërejtur këto që ka jashtëzakonisht shumë shpërndarje, lajka dhe komente të cilat janë duke përçar masën dhe duke shtyrë përpara interesat e Serbisë kundrejt Kosovës. Në momentin që Vučić është deklaruar, domethënë se Kosova po armatoset për ta sulmuar Serbinë, këto narrativa janë amplifikuar edhe nga personalitetet tjera, njëkohësisht edhe media të tjera, me qëllim që në farë forme kjo ndikon në konsumin e brendshëm kryesisht përdoret, se krijohet një lloj viktimizimi se Kosova po armatoset me qëllim Serbinë, njëkohësisht ka qarkulluar edhe narrativa se kjo e dëmton edhe sigurinë e serbëve në Kosovë. Këto janë të rrezikshme sepse krijojnë panik, kryesisht te komuniteti serb në Kosovë, sepse ata në bazë të informacioneve që kemi, kryesisht informohen nga mediat në Serbi dhe nuk i përdorin mediat kredibile që janë në Kosovë, dhe mediat edhe në gjuhën serbe, dhe kjo mund të krijojë teta një lloj panike, njëkohësisht edhe mund t'i dezinformojë serbët në Serbi lidhur me zhvillimet të Kosovës. Po duhet t'i verifikojnë këto narrativa, njëkohësisht duhet përdorin edhe më shumë burime të informacionit lidhur me tema të tilla të sigurisë.